Për pak minuta nis diskutimi në Komisionin e Ekonomisë për taksat. Propozimin që ka qeveria shqiptare, ku e sheh qeveria shqiptare nesër ekonominë. Dhe ju do mendoni që ka propozime për të ulur çmimet, për të nxitur konsumin, për të ulur taksat për punojësit e për shtresën e mesme që janë sot probleme në ekonomi. Por jo, kjo nuk ndodh. Propozimi i qeverisë shqiptare është amnistia. E gjithë mendja dhe vëmendja e tyre është e fokusuar se si burimet jo zyrtare të financimit që vijnë nga krimi organizuar, korrupsioni, ti legalizojmë. Dhe kjo nuk ka absolutisht asnjë emër tjetër. Lere çfarë i thon Brukselit, me paqe dhe jo paqe. Kjo quhet amnisti. Së dyti, çfarë i sjell kjo qytetarëve? A e lehtëson kjo ekonominë, a i nxit kjo eksportet, a sjell kjo një model tjetër të zhvillimit ekonomik? Dhe përgjigjja është jo. As nuk sjell besim, as nuk sjell vlerë, as nuk sjell nxitje dhe stimulim në ekonomi. Kjo ka vetëm një emër që quhet klientelizëm. Dhe sigurisht, duke qenë se kjo është e fokusuar vetëm me një listë të vogël individësh që përfitojnë, që nuk është bërë akoma transparente, është përsëri në shërbim të pakicës dhe jo të shumicës. Dhe elementi i tretë që është shumë i rëndësishëm, kjo nxit edhe pabarazi ndërmjet atij që e ka paguar dhe atij që nuk e ka paguar. Qartësisht aksionet informalitet të qeverisë kanë dështuar. Sot ekonomia shqiptare ka një normë shumë të lartë të informaliteti. Dhe me këtë amnisti fiskale që ato po zhvillojnë, thjesht po nxisin dhe po inkurajojnë që në të ardhmen të vazhdojnë dhe të mos paguhen taksat. Paqja fiskale, që është një amnistie vërtet, nuk jep asnjë zgjidhje problemeve të ekonomisë.